Mirëmëngjes zotëri. Mirëmëngjesi. Sa për këtë temë e keni kap shumë mirë këtë çështje sepse po t'ishte për Partinë Demokratike, nuk flas për Partinë Socialiste se nuk i njoh shumë, po i këto i njoh pak nëse kam qenë antar i Partisë Demokratike, edhe kam shkuar në për shumë aktivitete mbledhje, mitingje, më the thash nga gjitha anët, i njoh shumë mirë. Edhe është maskaralleku më i madh ky që u bë, që u futën disa në listat e hapura, disa në listat e mbyllura. Pa e them pse? Sepse në qarkun e Elbasanit, i pari që fitoi në primaret që u bën ishte Dash Sula, deputeti më i votuar i Peqinit, e dyta ishte një zonja apo zonjush që ishte edhe ajo e dyta e votuar në qarkun e Elbasanit për të filltu për kandidate për deputet. Edhe u masakruan, u hoqën nga lista, u futën njerëz që pagun lek apo janë të inkriminum. Prandaj është e turpshme që kjo punë u bë nga Partia Demokratike, që joja është më e ndershme. Sepse po t'ishte për mendimin tim në Partinë Demokratike, Flamur Nok apo jo ajo, edhe Albana Vokshi, po edhe Sali Berisha do e kishe me diskutim mandatin e deputetit. Pra, në Partinë Demokratike është bërë një maskarallik që ka shumë vite, sepse i ka heq më të mirit, më të ndershmit, njerëzit më me kulturë, edhe njerëzit që merrshin vota, që bëshin me fjalë punë për Partinë Demokratike. Ka më të rrëdh vetës, njerëzit më të inkriminum, më maskaret, zjarrdhënësit e parlamentit. Prandaj nuk e voton njëri Partinë Demokratike, po nuk e shikon që e ka keqen brenda Partia Demokratike. Po e shikon këtë të tjerë tani, edhe këto njerëzit që Ali Mehmeti apo Jorita Tabaku, që është si mund ta shoh? Prisni ju një analizë tani pas rezultatit të zgjedhjeve? Analiza kryesore për mendimin tim dhe kujtdo demokratit të sinqert është që Partia Demokratike duhet të hiqet një herë mirë nga drejtimi i Partisë Sali Berishës, edhe të krijohet një parti demokratike me të gjithë të larguarit, siç ka qenë Bamir Topi, Arsel Patozi, apo Gazmen Toketa, apo disa, se nuk po i kujtoj tani se janë njerëzit më të ndershëm, më të mirë mërbur që fitonin zgjedhjet e fitonin mandate, sepse ishin njerëz që banin punë. Kurse ai ka marrë rreth vetës një grusht, nuk po i them me emra të përveçëm të se janë të turpshëm që ti përmendesh. Prandaj nuk fiton Partia Demokratike dhe kërkon defektin apo e kërkon faj gjithmonë ke kundërshtari apo ke tjetri. Për ne vjen keq për këtë parti, edhe nuk e di çfarë thosh tjetër sa është e turpshme. Faleminderit që më dëgjove edhe mirupafshim. Faleminderit që telefonuat ju në program.